Për të rinjtë të cilët ndihen të vetmuar apo që e kanë vështirë për të shprehur, ajo çfarë do ju theksoja është që ndjenjat të cilët ju po kaloni janë momentale, janë të përkohshme dhe ju nuk jeni vetëm. Mos u përpiqni që t'i ndrydhni ato apo t'i neglizhoni, pranoni ndjenjat të cilët ju jeni duke kaluar. Përpiquni që të bëni diçka pozitive për veten tuaj, si për shembull të dilni në ajër të pastër, të bëni një shëtitje në natyrë, apo të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar, apo të flisni me një person i cili është i besueshëm për ju. Por në rast se këto ndjenja vazhdojnë, është e rëndësishme që ju të drejtoheni pranë një profesionisti të shëndetit mendor. Mos harroni, të kërkuarit ndihmë nuk është asnjëherë dobësi, madje kjo tregon forcën që ju keni brenda. Mbani mend, ndjenjat tuaja janë të përkohshme dhe ju keni fuqinë për t'i kaluar ato.